Fillimisht ju nënshtrua kontrollit mjekësor. E me të verifikuar që gjendja është në rregull, vazhdoi me dhurim të gjakut. Për këtë në oborin e ndërmarrjes publike Infrakos në fushë Kosovë, arritën ekipet mobile mjekësore. Kjo pasi të hënën nisi java e dhurimit vullnetar të gjakut. E të parat aksionit ju përgjigjen punëtorët e Infrakosit. Mirë është, nuk u kom besu kur, po më ka ndodhur një rast, isha në spital, jep ke një gjak, edhe thash, unë e kam karteljen, thash, po që po të jep karteljen, shko, merë, kam befasuja këshin dhonë gjakun. E para të arsye ju mbin që tash japi rregullisht. E punëtorët e kësaj ndërmarrje publike dolën të janë të rregull në dhurim vullnetar të gjakut. Valentina Selimi thosë se këtë bën 2 herë në vit. Shumë e shotë rëndësishëm në ne për shpëtim të jetrave. Me siguri, kjo pikë gjak më i me thonë, që ka shumë e rëndësishme nga trupi, shpëton jetën e dikujt, edhe është e rëndësishme besoj që edhe për shëndetin, edhe jam shumë do me thonë mirë njohëse nga shëndetim që më i me dhonë gjak. Kjo është hera e 7 që Infrakosi i hap dyer për qendrën e transfuzionit të gjakut. Viti 7 që organizojmë realisht, edhe është në këtë pjesë kisha dashur me falenderu të gjithë punëtorët e ndërmarrjes Infrakos për gatishmërinë e tyre, dhe dita ditës rritet numri i dhuruesve të gjakut. E nga qendra e transfuzionit të gjakut, thonë se ka mungesë në grupet negative të gjakut. Dhurimi vullnetar i gjakut ka rëndësi etike për një numër të madh të pacientëve, të cilët janë të shtrirë në klinikat të ndryshme të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës e gjithashtu edhe në klinikat private. Prandaj ne vazhdimisht i inkurajojmë secilin që e ka shëndetin të bashkohet aksioneve të dhurimit vullnetar të Qendrës së transfuzionit, qoftë në institucion, qoftë me ekipën mobile. Por kush mund të dhurojë vullnetarisht gjak? Po ndonjëherë ndodhet edhe një luhatje e shtypjes së gjakut, mundet përkohësisht ta eliminojë një person prej dhurimit vullnetar të gjakut. Ka edhe kritere tjera të cilët ne i shtjellojmë vazhdimisht bashkërisht me dhuruesin vullnetar gjatë aksioneve. Ndryshe të martën ekipet nga kjo qendër do të dalin në sallën 1 tetori në Prishtinë, duke vazhduar me lokacione të tjera deri të premten.